Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin e sotëm, ku tema kryesore do të jetë ana ekonomike e luftës në Iran. Dhe po këtu do të shpjegojmë edhe hiljen e dollarit si monedhë ndërkombëtare, si valutë kryesore në botë, dominim ky që i ka dhënë Amerikës pushtetin e të fortit. Mendoj se do të paraqes thelbin e një mashtrimi që ka filluar zyrtarisht 126 vjet më parë. Le të fillojmë nga ngjarjet e sotme dhe pastaj në retrospektiv të shpjegojmë hiljet e asaj kaste të ndyrë që ka komanduar nëpërmjet paras. Sot në botë prodhohen rreth 100 milion fuqi nafte në ditë dhe pak a shumë konsumi ndjek prodhimi. Vendet e gjirit prodhojnë së bashku rreth 30 milion fuqi në ditë dhe këtu hyn Arabia Saudite, Iraku, Irani, Emiratet e Bashkuara, Katari e me radhë. Siç e dini, me mbylljen e ngushticës Hormuzit, një sasi e madhe e naftës të themi 20 milion fuqish në ditë nuk prodhohet më dhe është e pamundur që të zëvendësohet, duke rritur prodhimin në një vend tjetër, sepse kapaciteti prodhues botror është në limitet e tij ditore dhe kjo është një industri që nuk funksionon me dhunë. Me që nuk kemi prodhuar këtu e 2 javë në gjirin persik, le të shtrëngohemi pak në vendet tjera të botës. Në përgjithësi, të gjitha shtetet në botë kanë patur si politikë që nuk marrin rezerva të mëdha në depozita, sepse nuk që ekonomike dhe se prodhimi ditor i naftës që i pandalshëm. Pra, ekzistojnë ato që quhen rezerva strategjike, të cilat në përgjithësi kanë qenë të kufizuara. Logjikisht, të gjitha shtetet me radhë po konsumojnë rezerva strategjike të naftës. Dhe pyetja që shtrohet me të drejtë është, çfarë do të ndodhë ku këto rezerva strategjike do të mbarojnë, ndërkohë që lufta vazhdon? Të gjithë kemi haruar prillin e 2011-s. Nafta kërceu mbi $100 fuqia dhe pësoi një shok ekonomik, ndërkohë që në gusht Amerika kaloi nga AAA në AA+. Po përpiqem të shpjegoj sa më shkurt kuptimin e kësaj. Sipas agjencisë vlerësimit të kreditit Standard & Poor's, AAA dhe AA+ janë nota kreditore. 3A është nota më e lartë, që tregon një besueshmëri shumë të madhe tek huamarrësit, që në këtë rast është qeveria amerikane, për të përmbushur detyrimet e saj financiare, dhe në këtë rast rreziku i mospagesës është minimal. AA+ është një nivel poshtë AAA-s, që ende konsiderohet shumë e sigurt, por tregon një rrezik pak më të madh krahasuar me 3A. Në gusht të 2011-s, Kongresi Amerikan kishte debate shumë të ashpra për rritjen e kufirit të borxhit federal. Pa një marrëveshje, qeveria mund të mos kishte mundësi të paguante detyrimet e saj. Standard & Poor's e vlerësoi këtë si një rrezik të rritur për mospagim borxhi, edhe pse amerikanët historikisht nuk kishin dështuar kurrë në pagesa. Por çfarë ndodh me ekonominë dhe tregjet? Ulet besimi investitorëve në borxhin amerikan, rritej kosto e huamarrjes për Shtetet e Bashkuara, sepse investitorët kërkojnë më shumë interes për të kompensuar rrezikun. U shkaktua luhatje në tregjet financiare globale, pasi titujt amerikanë janë referencë kryesore për sigurinë dhe likuiditetin global. Dhe kur flasim për titujt amerikanë, kemi parasysh para së gjithash dollarin, i cili është standard për rezervat ndërkombëtare. Në atë kohë, investitorët global u tërhoqën nga aksionet dhe i vendosën kapitalet e tyre në arë, dollar dhe energji. Pra të gjitha janë të lidhura midis tyre. Pra që ta përmbledhim, pronari është pikërisht paraja dhe jo Amerika, Izraeli, Rusia apo Kina. Në këtë moment amerikanëve nuk ju intereson që të rritet çmimi i naftës. Besoj se isha i qartë për këtë temë. Tani le të vazhdojmë me videon e shfaqjes Netanyahut pas daljes lajmit për vrasjen e tij. Nuk do të merrem tani me gishtin e gjashtë që na treguan në video, sepse nuk mund të besoj si një fakt fort. Pastaj na u dërgua video në kafene, ku ka mjaft dritë hije në të gjithë insertin. Ajo që është interesante është se kur ul gotën e kafes në banak, ajo nuk ka kafe dhe pasi na tregon duart, ose më saktë të dyja pëllëmbët, e merr prap gotën në dorë dhe lëshon prap në banak. Kur e vën në banak, kafeja fillon të tundet natyrshëm në gotë dhe papritur pushon së tundri në një mënyrë të çuditshme. Keni parasysh që uji në gotë do të tundet derisa të zërë pozicionin e qetë, pozicionin cili do një farkohe. Në këtë rast kafeja ndalojsi me urdhër, gjë që tregon se është inteligjencë artificiale. Kjo ka ndodhur në sekondën e 111 të videos. Hidhni një sy vetëm.
Gjithashtu është goditur Citibank në Dubai, dhe kjo bank ka mbyllur aktivitetin e saj në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe jo se godit, por doli jashtë funksionit serveri i cili mund të jetë goditur nga një sulm kibernetik njëkohësisht. Shoqëritë e sigurimit nga ana tjetër kanë hequr dorë nga sigurimi të gjitha anijeve që përpiqen të kalojnë ngushticën e Hormuzit, natyrisht nga frika e mungesës së rentabilitetit. Para 5 ditësh, Irani pësoi një blackout për sa i përket internetit, që nga 2024 dhe 2025 ka ndodhur një operacion i quajtur Terminus, që do të thotë fund në latinisht, që në atë kohë gjeneralët dhe jo vetëm llogarisnin që me anë të këtij operacioni do të veçoni një vend nga pikpamja infrastrukturore dhe fizike nga pjesa tjetër e botës. Ky operacion zhvillohet në ujë ku robotë të ndryshëm presin çdo lidhje të naftës, energjisë elektrike apo gazit, duke i pamundsuar atij shteti eksport-importe. Çuditërisht, një ditë para se ndodhte blackouti, është ndjen në ajër një erë e lehtë, sikur digje diçka, sikur merrte flak themi bateria celulare. Thuhet se Aleanca ka futur një virus në aparatet ndryshme. Ky virus inteligjent funksionon në këtë mënyrë. Marrim shembullin e karikimit celularit. Ky virus bllokon treguesin e mbushjes celularit, duke detyruar celularin që të vazhdojë të mbushet edhe kur ka shkuar në 100%, sepse në atë kohë ekrani tregon themi 70%. Në këtë moment, virusi e detyron baterinë që të shpërthejë. Pra nëpërmjet softwareit kalohet në shkatërim fizik. Në 2025, Aleanca realizoi në Iran operacionin Midnight Hammer, çekiçi mes natës. Goditë me sulm kibernetik në Iran dhe shumë ndërtesa ushtarake dhe jo vetëm këto, pësuan një blackout për një periudhë caktuar. Operacioni në atë kohë që i suksesshëm dhe përveç saj, Aleanci arriti të hyjë në një sistem në radarëve të Iranit, sepse në ekranet e tyre dukeshin qindra avion në qiell, ndërkohë që nuk kishte asnjë në praktik. Këto ngjarje ndodhin në një kohë kur ne të thjeshtët nuk e kishim iden se çfarë ndodh, dhe që një paralajmërim për iranianët se ja se çfarë ndodh kur nuk dëgjon amerikanët. Ne të izolojmë komplet shtetin. Diçka tjetër që po ndodh realisht, por nuk piptin asnjë, është se kemi një luftë elektronike në gjirin e Hormuzit. Thuhet vetëm se kanë ardhur anija ruse dhe kineze, por asnjë nuk na thos se çfarë anijesh janë. Thuhet në për të se po bën një farë loje, por vendosja e tyre aty në atë pozicion është bërë specifikisht për luftë elektronike. Aktualisht në gjirin e Hormuzit ka një verbim total, që do të thotë se nuk punon asgjë në anije, dhe kjo është arsyeja që nuk kalon asnjë. Nuk punon as GPS, as drejtimi me lazer, dhe duket sikur po shohim në një film fiction të Hollywoodit. Paralelisht me luftën po ndodhi një aksion tjetër në hije, që ka lidhje edhe me ne shqiptarët. Për të ruajtur të dhënat e tyre nga kjo luftë elektronike dhe jo vetëm, izraelitët kanë kohë që po transportojnë pikë së pari në Beograd. Ju kujtoj besoj kur fora në emisionin shkuar për çmimet e apartamenteve tek lagja Beogradi në ujë. Bunkerët e ndërtuar atje janë të pakalueshëm për luftën elektronike që po ndodh në lindje mesme. Dhe këtu hym në lojë dhe ne shqiptarët. Besoj se keni vënë re që kryeministri ynë i nderuar, pasi u përpoj të shiste çdo pëllëm dhe jo vetëm tokë të Shqipërisë për shpëtuar bythën e tij, kohët e fundit ka filluar marrëdhëniet me çifutët. Temë kjo për cilën ky hibridi tjetër që komandon të ashtu quhet në opozit, nuk reagon fare. Për çfarë bëhet fjalë? Çifutëve ju interesojnë pikërisht tunelet tona të vjetra të kohës së diktaturës, të cilët janë të papërshkrueshëm nga çdo lloj sulmi, qoftë ai dhe elektronik. Në këtë lojë shfutur dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo është një teori e inteligjencës artificiale, e cila edhe shpjegon se pse zgjodhen pikërisht Ballkani. Arsyeja kryesore se pse çifutët zgjodhen Ballkanin për të ruajtur elektronikën e tyre precize, është se rrjeti energjetik i kësaj zone të Evropës nuk është i lidhur me sistemin energjetik të Evropës, duke e bërë Ballkanin një vend ideal për ta. Ju kujtohet blackout në jug të Francës dhe në veri të Spanjës par vjet. Me një të shtypur butonit, ti mbetesh pa energji. Duke qenë se Izraeli është një shtet i lidhur me një sistem të lartë elektronik, kanë frikë se mos goditen me sulm cyber, kështu që i kanë spostuar serverat dhe gjithë sekretet e tyre elektronike në Ballkan. Kjo është dhe arsyeja se pse këtë hibridin tonë kanë lënë të qetë. Ja çfarë thot inteligjenca artificiale kur e pyet për këtë temë.
Tunelet në Bosnjë dhe Serbi janë të mbrojtur në mënyrë natyrore nga impulse elektromagnetike EMP, të cilat nuk mund të godasin njësoj si operacioni Terminus. Është parë një prezencë e shtruar inxhinierësh për kabllot optik rreth malit të Ërtanj dhe objekteve të vjetra ushtarake nga koha e ish Jugosllavisë. Ata nuk rregullojnë energjinë, por shtrojnë kabla për cold storage ose magazinimi i ftohtë. Dhe kjo ka ndodhur ditën që Citibank u largua nga lindja e mesme. Ekziston në Ballkan e ashtu quajtur dark fiber apo rjeti i errët. Këto janë kablo optik të cilat janë vendosur para 10 vjetësh dhe nuk janë vënë kurrë në punë. Janë pikërisht këto kabla që po aktivizojnë pikërisht në Serbi, Bosnjë dhe Shqipëri, në mënyrë që të krijohet internet paralel. Kush është qëllimi? Ndërkohë që Irani është në luftë dhe interneti në Perëndim po bëhet i pasigurt, si rezultat i kaosit në Citibank, elita e zhvendos komunikimin e saj në këto pika të errta. Kjo për elitën shërben si një autostradë private, për elitën digjitale, e cila përfundon në Beograd. Përveç kësaj, Aleanca ka lëshuar dron special për vebimin e radarëve në Iran, ku radarët lëshojnë sinjale në stratosferë. Këta dron janë dizenjuar që të reflektojnë gjithçka që vjen nga radarët iranian, duke i çuar mbrapsht. Si funksionon? Quhet cyber, minjë të qorruar. Dronët fluturojnë me burim diellor dhe qëndrojnë në stratosferë me muaj. Dronët nuk kanë bomba, por të ashtu quajtur pasqyrat me frekuencë. Ato kapin sinjalet e iranianëve dhe i dërgojnë poshtë në tokë të krijuar një kaos në komunikimin tokë-ajër. Në ato ditë, Irani ishte në errësirë, jo sepse nuk kishte energji elektrike, por se qielli mbi të ishte transformuar në një pasqyrë digjitale. Çfarëdo që dërgoni, i kthehej në fytyrë. Ky që operacioni Midnight Hammer që i godiste me fuqinë e tij. Gjithashtu pritet një shi i zi, i mbushur me helme dhe acide të ndryshme të cilat, kur të bien në tokë, do të helmojnë gjithçka, sidomos burimet ujore. Paralelisht fluturojnë në ajër grimcat produkteve të naftës janë shumë helmuese për trupin tonë. Dhe këtë po realizojnë ata që ishin shqetësuar për armët e shkatrimit të mas që po zhvillonte Sadami, nëse ju kujtohet. Çfarë ndodhi në 16 mars? Në orën 1:30, Citibank zyrtarisht mbyll pjesën më të madhe të filialeve të saj në Emiratet e Bashkuara dhe pjesërisht në Arabinë Saudite për shkak të sigurisë sipas saj. Në thelb, u ndërprer kleringu ndërkombëtar dhe sistemi SWIFT i transfertave për derivatet e naftës. Në 5:45, ulet në aeroportin Nikola Tesla në Beograd një avion me kontenjer me insiguri të lartë. Spekulohet se pati një zhvendosje të serverëve të arkivave dhe të arit të thesarit Gjirit. Në orën 14:30, Irani deklaroi një blackout total të internetit dhe ngushtica e Hormuzit ishte mbuluar nga një re e zezë. Humbja ditore në ngushticë është 2.7 miliard dollar në ditë. Si u verifikuan këto të dhëna? U vërtetuan nga serviset zyrtare të ndjekjes së fluturime si Flight Radar 24 ose ADSB Exchange, u vëre se avionët që janë transportues të mëdhenj të tipit Ilyushin 276 apo Boeing C-17, të cilët i kishin transpondera të fikur dhe nuk qenë avion të linjës dhe nuk kishin trup shenjadalluese. U ulën tek pjesa ushtarake e aeroportit ku kishte edhe siguri të shtuar. Punëtorët e aeroportit vure një bllokim total të kalimit të sektorit Kardo midis orës 5 dhe 7 mëngjesit. Çfarë kishte në përbërje reja e zezë? Një përzierje qelqi dhe polimere me oksid e metali, e cila nga në saj bllokon filmimin satelitor dhe mbyt elektronikën e dronëve dhe të avionëve. Natyrisht që bëhet fjalë për një re artificiale. Dhe le të kalojmë tani te diçka që e kalon dhe fantazinë më zhvilluar. A keni dëgjuar për sovranin digjital? Ky është një koncept sipas të cilit shtete si Emiratet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë të ekzistojnë si grumbullim të dhënash në një server, në një zonë neutrale si Serbia, edhe nëse humbin territoret e tyre. Ekziston një plan që Ballkanin ta ndrojë në ishull analog me një energji stabil nga burime hidrotermike, burime këto që janë imune nga lufta kibernetike. Ka një marrëveshje të heshtur të fuqive të mëdha që Ballkani të mbetet një zonë gri, në të cilën janë ruajtur kopje rezervë të sistemit global financiar. Ndërkohë,
Ky hibridi ynë është i shqetësuar se nuk po e fusin në Europë, sepse i ka bërë detyrat. A keni dëgjuar për binjakët digital? Është një program digital i cili kopjon të gjithë qytetet e gjirit në kohë reale dhe pastaj i kalon këto modele në serveret e Beogradit nëpërmjet drejtimit në largësi. Thelbi i gjithë kësaj teknologjie është se ata kanë në dorë të gjithë të dhënat tona. Ju kujtohet besoj se pati vjedhje të dhënës dhe asnjëri nuk i hyri gjerm në këmbë dhe arsyeja është pikërisht kjo. Duke punuar për ditën e krijojnë fitime për ekonominë botërore dhe qeveria jon mund të ndodhet edhe në një shtet tjetër, në një server, sepse nuk është e rëndësishme ekzistenca e shtetit, por ekzistenca e serverit në të cilin ndodhet të gjithë të dhënat, llogaritë bankare, kartat personale, numrat ndryshëm, kartat e shëndetit e kështu me radhë. Pra nuk u vodhën të dhënat nga një grup gangsterësh për organizatat kriminale, por u vodhën në emër të Izraelit, që zotëria e Surrelit të vazhdoi të qeverisë. Flitet se një pjesë e madhe, apo i gjithë floriri sjell në Beograd nga vendet e gjirit, është transportuar me kamion në një vend sekret në Shqipëri. Dhe le të shohim tani arsyen se përse Amerika ka qenë dhe po përpiqet akoma të jetë xhandari i botës. Natyrisht që ky është mendimi i modest, por që ka ardhur si rezultat i viteve të tëra studimi të arsyeve se përse gjërat shkojnë në drejtim të gabuar. Kolpa e madhe për racën njerëzore u realizua 23 dhjetor 1913, kur u miratua krijimi i rezervës federale. U prezantua si reformë për stabilitet financiar, por në thelb i dha kontroll total bankave private mbi sistemin monetar amerikan dhe më vonë atij mbar botëror. Emri federal krijon përshtypjen e institucionit shtetëror, ndërkohë që baza e tij janë një konglomerat bankash private çifute. U shfrytëzua momenti ku një pjesë e kongresmenëve kishin shkuar në shtëpi për festa, por megjithatë, ata prapë kishin votat e duhura për të realizuar mashtrimin e tyre. Në atë kohë, dhoma e përfaqësuesve kishte 435 antar dhe Senati 96 senator, 48 shtete me nga 2 senator. Në total, 631 kongresmen. Në dhomën e përfaqësuesve votuan 358 nga 435 dhe në Senat votuan 68 nga 96. Mungonin 77 deputet dhe rreth 28 senator. Çfarë nënkupton kjo në thelb? E thënë sa më thjesht, kur shtetit i duhet para, i drejtohet thesarit, dhe ky i fundi kërkon nga rezerva federale një sasi të caktuar. Për këtë sasi dollarësh, rezerva federale kërkon edhe interes të vogël, sasia e të cilit sot nuk shlyhet edhe sikur shitet 3 herë Amerika, pa folur për principalin. Po në këtë kohë futet edhe taksa mbi të ardhurat, një veprim ky antikushtetues. Kjo që e kollarja që i vuni qafë popullit amerikan bankirë botëror, të cilët në 2010 u mblodhën në Jekyll Island në Georgia dhe vendosën për krijimin e rezervës federale. Presidenti i parë që tetoi të anashkalonte bankat private, që Abraham Lincoln, i cili shtypi në atë kohë dollarin e quajtur greenbacks me shpenzimet e shtetit. Rezultati e vran. Presidenti i dytë që e provoi, që Kennedy, i cili në 4 qershor të 1963 shtypi 1.13 miliard dollar, duke anashkaluar rezervën federale me anë të urdhëresës 1110, e cila i dha fuqi thesarit për të lëshuar silver certificate, dollar të mbuluar me argjend, duke anashkaluar kështu rezervën federale. Në nëntor e vran. Kësaj elite vampire nuk duhet i shkelësh në kallo pikërisht tek paraja. Të njëjtën gjë bën me Muammar Gaddafin, i cili midis tjerave donte të emetonte dinarin afrikan, duke anashkaluar dollarin në marrëdhënie tregtare në Afrikë. Dija ngjarjet që pasuan. Këta që të bien demokracinë, goditën pikë së pari mrekullinë e 8 botës, Great Man-Made River, lumi i madh artificial me një gjatësi prej 4000 kilometrash. Ky lum transporton të ujë të ëmbël nga akuiferët e mëdhenj në shkretëtinë e Saharas në jug të Libis dhe qytetet të mëdha në bregdetin e Mesdheut si Tripoli, Bengazi dhe Sirte, që një projekt për 25 miliard dollarësh pa kredi nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përse është kaq e rëndësishme paraja e tyre, dollari?
Në atë kohë një oncë ari, pra 31.1 gram, ishte baraz me $20.67, por kontrolli kaloi më shumë tek bankat qendrore. Pas 33-shit, u ndalua mbajtja e arit nga publiku. Mos harroni këtu se në ponët vit në Gjermani erdhi në pushtet Hitleri. Dhe në 1971, në udhëheqjen e Richard Nixonit, dollari u shkëput totalisht nga ari, që do të thotë, nuk ka më rëndësi se sa arë ke në gjendje. Tashmë, mund të shtypni sa para të donin, pa patur frikë në inflacionit, sepse përgatitnin goditjen e radhës. Por të kthehemi pas në kohë. Pasi organizuan 2 luftra botërore, në përfundim të së dytës, çunat mblidhen tek hoteli Mount Washington Hotel, që ndodhet në Bretton Woods, në shtetin e New Hampshire, në 1944. Ndërkohë që Evropa që e mbytur nga një det gjaku, vampirët bankar vendosin që dollari amerikan të bëjë monedha kryesore në sistemin ndërkombëtar të transaksioneve. Dollari u bë qendra e sistemit, i lidhur me arin, dhe të gjithë monedhat e tjera u lidhën me dollarin. Paralelisht krijuan institucione si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore për të kontrolluar sistemin. Pati delegat nga 44 vende dhe firmosën si dele shitjen e pavarësisë ekonomike të vendeve të tyre. Në qoftë se ti si vend sovran do të bëje tregti me dikë, duhet patjetër të bëje me dollar. Pra në thelb, u krijuar një sistem i centralizuar ku likuiditeti, kredit dhe tregtia ndërkombëtare vareshin nga dollari dhe institucionet financiare globale. E kuptoni tani se përse u bë e fuqishme Amerika. Të gjithë kërkonin paranë e saj për tregti dhe jo vetëm duke degeneruar valutat lokale. Afrohemi tani te viti 1973 dhe pikërisht tek lufta Yom Kippur, që një koalicion arab i udhëhequr nga Egjipti dhe Siria kundër Izraelit. Pati një sulm të befasishëm ndaj Izraelit në ditën e tij të shenjtë Yom Kippur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht mbështet Izraelin, ndërkohë që vendet arabe përdorën naftën si armë, pra embargon. Kjo luftë krijoi krizë globale të naftës, sepse çmimi para luftës që 2.5 deri në $3 fuqia, kurse në fillim të 74-s u rrit 11 deri në $12 fuqia, pra një rritje gati 4 fish në atë kohë. Natyrisht që kjo luftë si dhe çdo luftë tjetër në planet, që e dirigjuar brapa perdes për të realizuar goditjen e radhës. Dollari tashmë lidhet me naftë dhe nuk ka më nevojë për arin. Çdo shtet ka nevojë për energji, naftë, dhe nafta blihet me dollar, dhe si e dim të gjithë janë detyruar të përdorin dollarin. Siç e shikoni, varësia nuk është ushtarake direkt, por financiare dhe energjetike. Amerikanët bën një marrëveshje me Arabinë Saudite. Nafta do të blihet vetëm me dollar, dhe në këmbrim ne duhet të sigurojmë mbështetje ushtarake, ndërkohë që i tremnin me Izraelin. Shtet ky që krijoi si qenë roje në lindjen e mesme. Kushti tjetër i rëndësishëm, që se paratë fituara nga nafta, saudët, të parin e të cilëve kishte vënë në pushtet babai Kim Philbit, nga nomad në shkretir i pari vendit në Arabinë Saudite, pra saudët, fitimet do t'i derdhin në bankat amerikane për 30 vjet me një interes të fiksuar për 7%. Me anë të këtyre parave, bankerët ndërkombëtar investuan në Amerikën Latine me një normë interesi që kalon dhe shpesh 30%, duke shkatruar kështu ekonominë si të Argjentinës, ashtu dhe të Brazilit. E keni parasysh kur vinë ekspertët e bankave botërore dhe të këshillojnë se si duhet zhvilluar vendi, dhe nuk po zgjatën. Siç e shikoni, sistemi kapitalist financiar është një hile madhe që bazohet pikërisht tek borxhi. Sikur të arrije të paguajë borxhi botëror, nuk do të kishte më para kesh në treg. Ç'lidhje ka kjo histori me luftën në Iran? Amerikës po përpiqen t'i heqin oksigjenin, të heqin dollarin nga marrëdhëniet tregtare financiare botërore. Dhe heqja e dollarit do të rrëzonte mbretërinë amerikane brenda ditës. Është pikërisht Amerika ajo që nuk duhet lejojë të shtrenjtohet nafta, se përndryshe ka rënë. Edhe diçka tjetër për sqarim. Kur themi Amerika apo Izrael, kemi të bëjmë thjesht me një grush njerëzish, një rast të keq e Hazaru Çifute, e cila komandon botën. Por si e ka realizuar këtë? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, më është dashur një kohë mjaft e gjatë, derisa një ditë hasa në një dhënë mjaft interesante. Ekzistonte një person i quajtur Ron Hubbard,
një ish agent i CIA-s, i cili është dhe krijuesi i ashtu quajturës kisha e shkencologjisë. Me çfarë merri ky person? Kryente eksperimente për CIA që lidhesh me atë që quhet e para në largësi, ku eksponent të veçantë hynin në gjendje të caktuar mendore apo transi dhe kishin aftësi jo vetëm të shihnin në të ardhmen, por edhe të ktheheshin pas në kohë dhe të shihnin ngjarje të caktuara. Kam folur për këtë temë në një emision. Në një eksperiment të kryer me disa vëzhgues, arritën një konkluzion mjaft interesant. Në të shkuarën, vini në tokë një racë e egër nga ylli Markab, që ndodhet në ysin Pegasus. Meqense ai yll kishte filluar të kishte probleme, markabianët e këqij vinë në tokë për të vendosur. Ishte një civilizim i avancuar me një teknologji shumë zhvilluar, por me probleme degenerimi. Nuk mund të paraqiteshin në tokë me atë pamje që kishin dhe bën një marrëveshje me një rasë toksore, së cilës i afruan dominim total të popullsisë me kusht të vendosësh fshehurazi në tokë. Dhe gjeni me kë e bën marrëveshjen. Pikërisht me çifutut. Në këtë konkluzion arritën jo një apo dy vëzhgues, por që të gjithë pavarësisht njëri tjetrit. Këtë sistem financiar kemi prej tyre, dhe raca çifute nuk është as më zgjuar dhe as më afse të tjerë, por thjesht është mundësuar nga jashtëtokësorët që të kenë në dorë vleftat materiale dhe sistemin bankar. Të ashtu quajtur në kishën e shkencologjisë, më vonë e blen Rothschildet, dhe sot kriju saj është personi me emrin David Mickiewicz, që nga vdekja në 86 e Ron Hubbard. Është një figurë mjaft kontroverse dhe ka patur akuza nga ish antar për kontroll të fortë dhe abuzime. Ç'është më e çuditshme, është edhe miku më i ngushtë i Tom Cruise, i cili nga ana e tij kishte një miqësi tepër të ngushtë me David Beckhamin kur ky luante futboll në atë kohë në Amerikë. Shikojnë me vëmendje fytyrën e Mickiewicz, se mua më ngjan pak si djalë që feston në 17 maj. Kaq sa për sot, regjistroni dhe drejt tek emisioni i radhës, mirupafshim.